Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në shtëpinë më të madhe në Shqipëri, atë të Big Brother VIP Albania, ku Egli dhe Gjesti janë përballur ndërkaq për herë të parë pas rikthimit të banores në shtëpi. Banorja ka thënë se Gjesti e ka bërë të besojë se ka ndjenja dhe se i ka besuar, por nga ana tjetër Gjesti tha se e ka prerë raportin me të, duke i thënë që nuk ka ndjenja. Ne do të diskutojmë këto zhvillime ditën e sotme me psikologen Ema Bruci. Ema, të përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi me mua sot. Ema, për ta nisur me atë që unë thash pak më parë, pyetja ime është nëse a mendon se Gjesti ka luajtur me ndjenjat e Eglit apo thjesht ka ndryshuar mendjen mbas rikthimit të saj? Të faleminderit. Atëherë, unë do ta filloja ndryshe. Do të them diçka të rëndësishme. Big Brother është lojë nervash dhe lojë psikologjike. Është ai fiton, ai që ka një psikologji të fortë. Egli është një vajzë e brisht e cila nuk ka psikologji të fortë dhe më përpara ajo ka folur për problemet e saj me ankthin. Unë jam një nga psikologët më të forta, do të thosha, që kam trajtuar aq fort ankthin në rrjetet sociale dhe sot kam një numër të jashtëzakonshëm djegësish, që i kanë kaluar dhe mbi 1 milion klikime. Vajza nuk është për Big Brother, sepse nuk është e përgatitur psikologjikisht. E para dhe e dyta, ajo ra pre e lojës duke menduar se ekziston dashuria. Dashuria nuk është në lojë, dashuria është në jetën reale. Sigurisht mund të kemi ndjenja, mund të shfaqen ndjenja, po këto gjithmonë kanë një pikë pyetje dhe kërkojnë që të vërtetohen. Ndërsa Gjesti është një djalë i cili e ka Big Brotherin e dyta, të tretë, nuk e di. Pra, është një djalë i cili po punon me Big Brotherat, pra e njeh Big Brotherin. E përdori Eglin për vegël, sepse gjithmonë një lidhje ka një interes më të madh tek shikuesit. Dhe këtu sigurisht që është fitues Gjesti, sepse ai diti të loz, jo Egli. Qartë. Por si mendon Ema, si ka ndikuar pra kjo përballje në marrëdhënien e tyre pra mes Eglit edhe Gjestit, por edhe në rrugëtimin e tyre në shtëpi? Atëre, Egli për herë të dytë që është futur, ka kuptuar nga jashtë, e ka ndihmuar familja, prindrit, që të kuptoj se gjithçka që po bën është e gabuar. Dhe tani ka ndryshuar lojën e saj dhe ka hyrë në Big Brother duke u munduar të rikuperoj ato që ka bërë, po është totalisht e pamundur. Unë mendoj se qëndrimi i Eglit në Big Brother do jetë i shkurtër, pa asnjë lloj vlere, mendoj unë. Kurse Gjesti është drejt një ecje përpara, drejt një finale, mendoj. Si e komenton Ema edhe akuzën e Eglit që e ka përdorur Gjesti atë për lojë? E ka përdorur. Është e drejtë, e ka përdorur. E ka përdorur, po unë do them një gjë. Zoti na ka dhënë jetën. Vendimet i marrim ne. Ne jemi ata që vendosim. Unë shpesh e dëgjoj në njerëz të ndryshëm, më ka thënë doktori, më tha psikologu, më tha hoxha, më tha prifti. Jo, zotri, ti vendos për jetën tënde. Ti je zot dhe doktori jetës tënde. Egli ra viktim. Dhe këtë do ta pranojmë, këtë nuk e pash vetëm unë, po e pa gjithë shqiptaria. Kështu që nuk kam çfarë të them. Në rastin se desha, unë dua të ndaj diçka interesante për disa nga protagonistët e Big Brotherit. Laerti është një djalë me kulturë, është një djalë i fuqishëm, i cili di të lozë fort, është një djalë që di të interpretoj bukur dhe është mësuar me televizionin dhe kamerën. Për sa i përket vajzës, Valbonës, do të them se nuk e dashuron. Por ai shikon tek Valbona dhe kujton një dashuri. Pra është duke menduar dikë tjetër. Pra dikë nga jashtë po thua? Po. Nuk e do Valbonën. Ndërsa Valbona është një vajzë e cila mundohet të përdori Laertin për të tërhequr vëmendjen, sikur ka një lidhje që të qëndrojë sa më shumë në Big Brother. Por është e pamundur që Laerti me profesionalizmin e vet, me artistin, me djalin me kulturë, me djalin me botë, është e pamundur që ta vërë në lojë Valbona. Po që të dy mundohen të mbështeten te njëri tjetri për të krijuar një histori sa do pak interesante që të tërheqë vëmendjen. Kurse për sa i përket Rozanës,
do them se është më e forta në Big Brother. Është një vajzë e cila vjen nga një familje artistësh, nga një background i fuqishëm, është një vajzë që njeh fitoren, është e televizionit, e kameras, është e artiste teatri, artiste kinemaje, është një këngëtare talentuar, një zë brillant, do thosha edhe fitoria e festivalit të fundit të saj, ishte një armë e fuqishme, është një vajzë shumë e kompletuar. Është e fortë në debat, është e fortë në argument, nuk i trëmbet debatit dhe di të lozi. Mendoj që do jetë një tjetër finaliste. Ndërsa, për sa i përket, më falni, ndërsa për sa i përket kemi edhe një tjetër, është Gerta. Gerta është një vajzë që edhe ajo e një televizionin, e një artin, por ka një problem të rëndësishëm. Gerta është një vajzë e cila, do të qëndroja, nuk krijon vetë diçka interesante. Ajo futet në debatet të 2 vetave së të 3 vetave, po vetë nuk na ka sjellë ndonjë gjë interesante. Qartë. Për këta janë ata më protagonistët, më interesantët, mendoj unë që janë edhe ata të cilët do të shkojnë në finalen e Big Brotherit. Ema, ndërkaj, shërkthimi i Eglit në shtëpi nuk u prit mirë nga të gjithë banorët, e me sa duket pra edhe për atë që ti po flisje ishte edhe Rozana. Si e lexon për plasjen e fundit që ka ndodhur mes Eglit dhe Rozanas, mendon se ka një rivalitet të sinqert, po them apo është thjesht një strategji për lojë? Jo, nuk ka rivalitet. Nuk ka rivalitet. Rozana është një nga protagonistët kryesore të Big Brotherit. Unë e thash, mund të jetë edhe finalistja dhe edhe ajo që do ta fitojë Big Brotherin, për mua. Kurse Egli është një vajzë e cila është e konsumuar. Si ta them. Pra, hyri në Big Brother, sepse në Big Brother nuk hyri vetëm Egli, po hyrën edhe 3-4 të tjerë, po ishin të konsumuar, e tregoj koha që ata sa u futën dolën. Dhe Egli ja dha Big Brotheri këtë mundësi që ato rifutet edhe një herë, por është e konsumuar. Dhe nuk e ka mundësin Egli që të ndryshoj rrjedhën e saj, nuk, pavarësisht nga debatet që bën nga gjithçka. Pastaj unë mendoj që në një debat fiton argumenti.